Mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e diel 2 gusht 2026. Ju faleminderit. Peshore, ti e ke shumë të lehtë të shohësh gjërat me sy romantik, të pëlqen të shijosh momentet e bukura dhe të fokusohesh te anët pozitive, por donjëherë kjo mund të të pengojë të shohësh realitetin ashtu siç është. Më 2 gusht hëna në dashje pikërisht energjinë që të nevojitet për të qenë më i drejtë për drejtë dhe realist. Dashi ndodhet përballë shenjës tënde në zodiak, ndaj energjia e tij mund të të duket paksa sfiduese ose konfrontuese. Megjithatë, sot kjo është ajo që të duhet, hëna në dash të ndihmon të shohësh situatat pa i zbukuruar dhe të veprosh në përputhje me realitetin. Nëse dikush po kërkon më shumë nga ti se sa mund të japësh, mos ski frikë të vendosësh kufi. Kujto se të kujdesesh për të tjerët nuk do të thotë të neglizhosh veten. Dëgjoj nevojat e tua, respekto ndjenjat e tua dhe mos prano më pak nga ajo që meriton vetëm për të ruajtur paqen me dikë tjetër. Akrep, bëj kujdes këtë të diel, sepse energjia impulsive e dashit më 2 gusht mund të të shtyjë të veprosh me nxitim. Mund të ndjehesh i qetësuar, i paduruar dhe me dëshirën për të bërë një ndryshim menjëherë, edhe pse ende nuk ke përgatitur të gjitha gjërat që të duhen. Por nëse nditohesh pa menduar mirë, një vendim i marrë në momentin mund të kthehet kundër. Prandaj përpiqu të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh me qetësi përpara se të bësh ndonjë lëvizje të rëndësishme. Mos u ndiko nga presioni për të vepruar vetëm sepse mendon se duhet të bësh diçka tani. Nëse nuk ndihesh plotësisht gati, jepi vetes pak më shumë kohë. Përgatitja është po aq e rëndësishme sa veprimi. Edhe pritja e duhur mund të të shpëtojë nga gabimet e panevojshme. Besoje intuitës tënde dhe mos e detyro veten të marrësh vendime para kohe. Kur ti je vërtet gati do ta dish saktësisht se cili është hapi i radhës. Shigjetar, më në fund po ndihesh përsëri vetvetja, si një tjetër shenjë zjarri ti përshtatesh shumë mirë me energjinë e zjarrit të dashit. Më 2 gusht hëna të sjell një shpërthim frymëzimi dhe motivimi që të ka munguar kohët e fundit. Mund të ndjesh dëshirën për të dalë nga rutina, për të provuar diçka të re dhe për t'i dhënë vetes më shumë hapësirë për të jetuar ashtu siç dëshiron. Ti njehesh si shpirti i lirë i zodiakut dhe këtë të diel është momenti ta përqafosh plotësisht këtë anë të karakterit tënd. Eksploro, udhëto dhe zbulo vende të reja, provo aktivitete që të bëjnë të ndihesh mirë dhe mos ke frikë të argëtohesh. Jeta nuk duhet të jetë vetëm përgjegjësi, punë dhe detyrime. Ndonjëherë ke nevojë thjesht të luash, të qeshesh dhe të shijosh momentin pa menduar shumë për të ardhmen. Jepi vetes leje të jesh spontan dhe të ndjeksh atë që të sjellë gëzim. Është koha të fusesh më shumë argëtim në jetën tënde, sepse edhe ti e meriton të shijosh çdo moment. Bricjap, hëna në dash po jep ritëm dhe energji shumicës së shenjave të zodiakut, por për ty kjo e diel kërkon diçka krejt tjetër, ngadalësim edhe qetësi. Mos u përpiq të ndjekësh ritmin e të tjerëve. Më 2 gusht është momenti të ndalosh pak dhe të kontrollosh se si po ndihesh vërtet. Jepi vetes kohë për të reflektuar, për të dëgjuar nevojat e tua dhe për të kuptuar çfarë duhet për të ndier më mirë. Mos u habit nëse lind dëshira të rregullosh shtëpinë, të sistemosh hapësirën tënde ose thjesht të kalosh pak kohë vetëm. Vetmia në këtë moment nuk është diçka negative, përkundrazi mund të të ndihmojë të rikuperosh energjinë dhe të kthesh qartësinë mendore. Krijo një ambient të qetë, largo rëmujën dhe qëndro larg zhurmës së panevojshme. Këtë të diel nuk ke pse të jesh gjithmonë produktiv apo të zgjidhësh çdo problem. Ndonjëherë pushimi dhe qetësia janë pikërisht ato që të duhen për të rifituar forcën dhe energjinë. Ujor, duket se ke ardhur në një pikë ku nuk dëshiron më të heshtësh. Kohët e fundit mund të kesh mbajtur shumë gjëra për vete, duke zgjedhur të kafshosh gjuhën dhe të ruash qetësinë dhe kur diçka të ka shqetësuar. Por këtë të diel hëna në dash ti e guximin të flasësh hapur dhe të shprehësh atë që mendon. Mund të ndjesh se nuk dëshiron më të mbash emocionet brenda vetëm për të shmangur konfliktet. Është mirë të thuash atë që ke në zemër dhe të sqarosh situatat që kanë mbetur pezull, por kujdes mënyrën se si i shpreh fjalët. Mos lejoj impulsivitetin të të çojë në debate të panevojshme ose të krijojë konflikte aty ku nuk ka nevojë. Duhet të flasësh, zgjidh fjalët me kujdes dhe përpiqu të jesh i drejtë për drejtë, pa qenë agresiv. Qëllimi nuk është të fitosh një debat, por të pastrosh ajrin dhe të vendosësh kufijtë e tu. Fol me qetësi, dëgjoj dhe palën tjetër dhe mos thuaj diçka në nerva që mund të pendohesh më vonë.
peshk. Besoje intuitës tënde, sepse zakonisht të udhëheq në drejtimin e duhur, dhe këtë dy gusht, ajo është më e fortë se zakonisht. Në fillim të ditës, hëna në shenjën tënde të bën më të ndjeshëm ndaj emocioneve, shenjave dhe ndjesive të brendshme. Më vonë, ndërsa hëna kalon në dash, energjia ndryshon dhe nxit të mos mjaftohesh vetëm duke kuptuar atë që ndjen, por të veprosh sipas intuitës. Ndoshta brenda vetes e ke kuptuar tashmë se çfarë duhet të bësh, por ke hezituar të hedhësh hapin e parë. Sot nuk është dita për të ignoruar zërin tënd të brendshëm. Dëgjoje atë ndjesi që të tregon kur diçka është e drejtë për ty dhe kur një situatë nuk të sjell më qetësi. Energjia e dashit të shtyn drejt një veprimi dhe të jep guximin për të bërë atë që ke menduar prej kohësh. Mos prit që diçka të jetë perfekte përpara se të lëvizësh. Besoje vetes, përdore intuitën si udhërrëfyes dhe bëj hapin që e di se duhet të bësh. Përgjigjja që kërkon duhet të jetë brenda teje prej kohësh peshq. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 sinjat e zodiakut për ditën e diel, 2 gusht 2026. Ju faleminderit. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.